Ftojmë Agjencinë Kosovare të Inteligjencës për të vlerësuar situatën është veprim i paligjshëm dhe absolutisht i pavlefshëm. 5 anëtarë të Këshillit Prokuror sot kanë tentuar të marrin vendim për shkarkimin e ushtruesit të tyre së Prokurorit të Shtetit pa pasur quorum. Ne, këtu 5 anëtarë të Këshillit, nuk kemi pas njoftim për vazhdimin e mbledhjes, për të cilën ai vetë konstatoi se nuk ka quorum për të vazhduar tutje. Ftojmë Agjencinë Kosovare të Inteligjencës për të vlerësuar situatën dhe ruajtjen e sigurisë juridike në vend. Institucion ky që tashmë Këshilli Prokuror e ka larguar nga aktet normative të komunikimit me të. Dhe po ashtu ftojmë Policinë e Kosovës që të kujdeset për nivelin e sigurisë për anëtarët që sot jemi këtu. Organet kompetente të drejtësisë i ftojmë të vlerësojmë gjendjen e krijuar juridike pas tyre veprimeve. I ftojmë partnerët ndërkombëtar dhe organizatat e shoqërisë civile dhe mediat të monitorojnë me kujdes zhvillimet që cenojnë funksionalizimin e mekanizmit të sondimit të ligjit. Të nderuar qytetarë, Kryeprokurori i Shtetit, Zoti Besim Kelmendi, vazhdon detyrën. Përderisa nuk ekziston një vendim i ligjshëm. Nuk ka marrë ende vendim për këtë çështje. Në momentin që të ta pranoj vendimin, janë të drejtat e mia ligjore për të drejtuar organeve kompetente gjyqësore dhe ato kanë të drejtën e vetë që këtë vendim ta pezullojnë ose ta shqyrtojnë dhe varësisht prej vendimet të gjykatës do të veproj edhe unë. Vendimet që ato të morën nga Këshilli sot në atë takim që kanë bërë, del se edhe ne sot këtu jemi 5 anëtarë. Janë 5 anëtarë. A mund të marrim ne vendimet tillë? Po jo, ne s'marrim vendimet tillë. Ne nuk duam ta shkelim ligjin as Kushtetutën e Republikës së Kosovës, sepse jemi betu si prokuror që do ta zbatojmë atë. Për shkak të kësaj gjendje së krijuar, nuk duhet të flas shumë, sepse do t'ju lë radhën e pyetjeve tuaja. Unë bëj thirrje pikërisht zyrës së Prokurorit të Shtetit, prokurorëve të zyrës së Prokurorit të Shtetit, që t'u ushtrojnë autorizimet e tyre ligjore në raport me hetimin e këtyre veprimeve që kanë ndodhur, këto vendime, sepse këto janë vendimet e kundërligjshme. Vendimet e kundërligjshme kanë për pasojë nul, sepse nuk prodhojnë efekte juridike, po janë bazë për të filluar hetimin dhe për të dërguar dikush në përgjithësi.